Të gjithë banorët e fshatit ku vendi i fshatit u bën bashkë për të diskutuar dhe u bashkuan në të njëjtat ide, qëndrime dhe diskutime se çfarë do të bënin me fshatin, por edhe në luftën kundër pushtuesve, dhe vendosën që me që të gjithë u bën të gjithë bashk, t'ja vendosnin fshatit emrin Tërbaç. Tërbaçi sot është një nga fshatrat më të njohur që i përket Bashkisë së Imarës, por njëkohësisht edhe më të njohur të qytetit bregdetar të Vlorës. Një fshat me histori, i cili edhe për shkak të rrugës që ka nisur të rihabilitohet, tashmë po merr zhvillimin e kërkuar. Emisioni Sot Fshati e ka ndalesën e radhës pikërisht në Tërbaç për të evidentuar një pjesë të historisë, heronjve të popullit që kanë dalë nga Tërbaçi, por gjithashtu për të prekur nga afër zhvillimin që po merr fshati, si dhe problematikat të cilat ende ka nevojë për përmirësim. Një udhëtim në fshatin e heronjve të popullit Halim Xhelo, Hysni Kapo, Vejbi Hoxhës e Hajredin Bylyshit, në Tërbaçin e kontributorëve të vyer si Delo Balili, por edhe heroinave sypatrebura që dhanë jetën për liri, si Miro Strati Tërbaçi, por edhe shumë heronjve të tjerë të cilët luftuan dhe dhanë jetën për një të ardhme më të mirë. Në Tërbaçin e heronjve të punës, si Muço Delo, Haki Gjondeda, si dhe generalve Arif Hasko apo Delo Balili. Për gjatë rrugëtimit në fshat, takojmë një zotëri të nderuar në moshë të thyer, i cili edhe sot jeton në shtëpinë ku natën e fundit të qëndrimit në fshat është gdhir heroi i popullit Hysni Kapo. Duke treguar një pjesë të historisë së fshatit e duke vlerësuar kontributin e figurave të shuara të historisë, si Halim Xhelo e Hysni Kapo, ai tregon se banorët e Tërbaçit, ashtu si dikur vazhdojnë të jenë të gjithë bashk, duke patur një ide, një qëndrim, një vllazëri që i bashkon. Tërbaçin e përshkruan si fshatin e udhëheqësve të Zot, të cilët i zbardhën faqen fshatit, duke organizuar luftëtarët në luftën antifashiste nacional shqiptare. Gjurmë të historisë të heronjve të popullit si Halim Xhelo e Hysni Kapo, sipas banorëve janë prezente edhe sot në fshat, duke u prezantuar në një godinë të shkatëruar që duhet të ishte kthyer tashmë në një muze historik, për të përshkruar historinë e Tërbaçit, por edhe vlerat dhe kontributin e Hysni Kapos, por fatkeqësisht i shkatruar. Përgjatë ndryshimit të sistemit, tregon se ju vendos flaka e bashkë me të u shkatërrua edhe një pjesë e historisë materiale të fshatit. Pavarësisht kësaj, historia e heronjve të Tërbaçit ka mbetur e shkruar, e atyre të cilët janë përkujtuar me 3 buste historike në qendër të fshatit. Histori që kanë lënë gjurmë tek çdo banor. Një ndër ta kemi patur fatin të takojmë, i cili ka të freskëta ende, edhe porosit e fundit të komandant Hysni Kapos, që i dha fshatit të Tërbaçit. Fshatit Tërbaçit i thonë Tërbaç me emrin se kanë qenë të tërbashk. Do me thënë në një ide, në një mendim dhe në një veprim. Vazhdojnë të jenë bashkë dhe sot? 100% bashkë, e para. E dyta, fshati Tërbaçit ka pas një unitet veçantë. Ka pas dhe udhëheqës të shkruar si që ka qenë Hysni Kapo, Vejbi Hoxha, Delo Balili e shumë të tjerë. Që me frymëzimin atyre Tërbaçi ka qenë një grusht. Çfarë kontributi ka dhënë komandant Hysni Kapo? Hysni Kapo për Tërbaçin ka dhënë kontribut shumë të jashtëzakonshëm. Një në atë parë i zbari faqen këtij fshati që organizua në luftën e shqiptare. I dhe emër Shqipërisë, i dhe emër Tërbaçit. Një i zgjuar luftarak dhe shumë luftarak dhe këtu ju bën një muze e shkëlqyer për atë kohë që e bën të tjerë, jo këta që e prishën, se këta që janë sot e prishën. Muzeu aty ku qëndronte edhe Hysni Kapo. Po, ka qenë banesë Hysni Kapo. Sikur jo, të kishit ardhur, kur kanë qenë muze, dua i bëjt një punë shumë të shkëlqyer dhe dua habiteshit si e bëri ai sistem ato madhësi, atë shpenzim dhe atë figura që madhe. Si është sot ai muze? E prishën, e dogin.
E doj. Po. Aty erdhë, për shumë, erdhë disa lika të avionet, likat e kararë i avionet, i themi malit na qafiretojt kjenë majdzez. Në luftit e greke në 38-ën, era avioni italian. Dhe vanë ata kishtë dhe vanë e qari jenë, morë, me ato skelerit e avionit aty. Kur u bu muzeu këtu, vanë e mora i likat e avionit një skuadrë, lërtimi i thoshëm na. Edhe sonë muze. Edhe i sovë aty. Për fatë keq. Edhe armë prunë, armë të rëda, mitrëloz, pushk, të gjitha aty i vendosën, kur u pishtë sistemi, bagabond, keqbërësit, palaqurit, erdhë, i vodhë edhe në fund dogji dhe muzeum. Po nuk duhet, ata e dojgjën, kam fajnë e tyre. Po. Po nuk duhet bërë nga e para? Da, unë, me shok. Jo, pushteti. Shteti s'dëshi ta bërë. S'do akoma. S'do akoma. Në është i qatë bëni, këti shpirë. Me qertë falemiderit, qertë, se ju njarë të Tërbaqit, edhe Tërbaqit e ndjek këta njës shumë nërjeshëm, shumë të pastë dhe shumë të mirë. Atje kemi pas një pallat atë e duket. Pallat i kulturës. I vonë dhe eminin ata, se justi kapo edhe 2 porosi, ose disa porosi. Kur vinë këtu unë, ka bjetuar Bistekani, kemi dhe fishin tëllë. Natë dhe fundit, që s'ka ardhë më në Tërbaq justi kapo, ka marroj, është dirë këtu në këtë shtëpi. Se na kështëm e mori kartë e baba im, edhe ka ngrënë direkt darë këtu. Qëfar porosi është dha për fshatin? Porosi, ja që dha. Mo i shtërgoni njërëzit ta të vinë vitë verdhe, se fshat ishi shërbar, ishi shpërdarë shumë. Kërkoj vijë verdhe herë. Njërëzit ta të vinë si pas mundësi, se si pas mundësi, edhe si pas nevojë që kanë, si pas ekonomi që kanë përfënimisht, pa ma që duan gjithë këtu që po vedhën si verdhe, një. E dyta, shfartoni të gjitha goricat i bëni dardhë që popullit mos vedhë të hajë, se vëdi ka pas goricat atyra, vëdi. Të pjose diçka tjetër, një figurë e shuar tjetër është edhe Alim Xhelo. Po, Alim Xhelo, ma para Alim Xhelo të ka buqtet, po unë për Alim Xhelo ka nga i nuk ka marritur, vetëm historinë një njote, se Alim Xhelo nga Tërbaqi, Europa tjetër. Ka dhe në kontribut për fshatin, për labërim, për... Po Alim Xhelo, s'ka dhe në labërim. Nuk jam jaftë të them shumë gjëra për atë, sepse se kam jetuar, po Alim Xhelo është, dërsa ka busin atje, janë 3 buste këtu, paralel. Milo Tërbaqja, që përtej, Alim Xhelo ishtë aty, dhe ishtë një kapo që e pati ju këtje. Se që të varoshe ju. Po, pa tjetër, ishim të 3. Janë 3 buste që janë nga Tërbaqi, që janë herojt popullit. Emisioni që thot fshati përgjatë vizitës në Tërbaq nuk mund të mos shkonte në shtëpinë fortesën e Hysni Kapos. Më saktësisht, në atë që ka mbetur sot nga strea e generalit. Duhet të ishte një muze që shpaloste armatimet të kohës, fotografi, dëshmi të jetës dhe zhvillimit social. Por aty kanë mbetur vetëm muret. Pjesa e konsiderueshme muzeut historik që ka funksionuar përgjatë komunizmit është zhdukur, djegur e shkatruar, duke u kthyer në një vend që kullosin, e ku qëndrojnë bagëtit. Projektet sigurisht kanë munguar ndër vite për rehabilitimin e godinës, e cila shpalos një vlerë shpirtërore të zonës, duke bërë që të jetë edhe në 2026 në të tillë gjendje, të mjerueshme e që nuk ngjall më shpresë. Një vend i cili tregon historinë e fshatit Tërbaq, por edhe bijve të tij të cilët kanë dhënë kontribut për lirinë dhe pavarësinë e vendit, është pikërisht edhe godina pas shpinës time, ku ka qëndruar komisari i brigadës së 5 sulmuese Hysni Kapo, njëkohësisht një diplomat, aktivist, politikan i cili ka dhënë kontributin e tij për Vlorën, por edhe për pavarësinë e vendit ton. Një godinë tashmë e rënuar, ku në të nuk mund të gjesh thuajse asgjë. Ajo që mund të ishte djepi kulturës apo edhe një vend atraksion turistik, sot janë vetëm disa mure të rënuara dhe vetëm kaq. Duke qenë një fshat plot histori, tradita e zakone, Tërbaqi e meriton edhe një pallat kulture. Më saktësisht, fshati e ka patur dikur një të tillë, por sot nuk e ka më. Pasi godina që ka funksionuar më parë si pallat kulture është shkatëruar totalisht. Flasim për një godinë që nuk ka më asgjë, as dritare, as dyer,
e në të qëndrojnë veç muret. Premtime madje të fresta ka përfaqësues të Bashkisë Himar ka se ky pallat do të rehabilitohet. Por derisa premtimet të bëhen realitet, fshati Tërbaç, si djepi i kulturës dhe historisë, do të jetë sërish pa një të tillë. Në vazhdim e investimeve të munguara, rruga e Tërbaçit është një projekt që tashmë ka marrë jetë, por nuk mund të lihet pa thënë që është një investim tepër i vonuar. Prej sistemit komunist e deri një vit më parë, Tërbaçi kishte një rrugë me kaldrëm të ndërthurur, shpesh me beton, e cila sipas banorëve të vetë fshatit, nga qendra deri në daljen e rrugës së Lumit të Vlorës, ishte gjithë amortizim e gropa të shumta. Fatmirësisht kjo rrugë është rehabilituar, asfaltuar, duke e përmirësuar ndjeshëm lëvizjen në fshat. Vetë banorët thonë se rruga ka shkurtuar ndjeshëm sigurisht distancën për të dalë në rrugën e Lumit, por ata nga ana tjetër e cilësojnë si një investim që nuk është kryer siç e meriton fshati. I gjithë segmenti fillimisht është shtruar me çakëll e më pas i është hedhur sipas banorëve një shtresë milimetrike asfalti. Rruga është ndërtuar pa trotuar, pa ndriçim e me kanalet kulluese anësore që janë ende të pa rehabilituara. Ky investim banorët thonë se nuk është serioz e shumë shpejt rrezikon të dëmtohet, e fshati të mbes sërish pa rrugën. Kjo është edhe arsyeja që sipas tyre, me kërkesë të banorëve dhe Bashkisë Himar, firma i është rikthyer edhe një herë investimit pasi se ka realizuar siç ishte parashikuar në projektin fillestar. Shohim në radhë të parë që është rehabilituar kjo rruga, segmenti rrugor. Si e vlerësoni si investim? Shumë mirë, gjë shumë e mirë. Gjë e mirë. Normale po, e mirë është e mirë. Sa kohë ka që është bërë rruga? Tani një vit. Një vit. Diçka më tepër. Mund ta cilësosh ndoshta një investim që duhej bërë më parë, por ndoshta i ka ardhur koha. Atë ne nuk e studiojmë dot planimetrinë e shtetit. Të bëhemi përpara më mirë. Dhe tani shumë mirë. Ma përshkruan do situatën si ka qenë fillim pa u bërë, po? Vetëm rruga në fjalë? Ka dërëm si, ke verasysh. Ishte gjatë dhe ere, se tani në vitet 70 u bë, ka dërëm. Ja shumë, si që ka qenë dhe rruga Vlorë, Tërbaç. E keqe ka qenë. Po shumë e keqe. Jashtë zakonisht e keqe. Pastaj shkoi një asfalt para këtij, bën sa investimet vogla, e tani i vun këtë vogla, si që shikoni. Për sa mund të bëj nga qendra e fshatit, po them deri ndalje aty më poshtë. Sa duhej më parë, sa kohë? Si vite, si punë, si para. Sa minuta? Rruga? Po, rruga tani duhet bëhet rreth këtu deri atje pas 10 minuta. Atëherë po sa shkon? 20 minuta në qerekore. Më tepër qartë. Më tepër se 20 minuta. Po ishte, dhe rruga është e vështirë lart me kthesën. Do me thënë ka përmirësuar gjysmën, ka përgjysmuar gjysmën e asfaltit. Jo, gjysmën po ka përmirësuar jashtë mase, shumë fare. Ja u ka lehtësuar lëvizjen e shumë fare, është gjë që duket, si se ka lehtësuar. Por është, çfarë them, është një lloj të jetë në shtëpi pa çatije, të jesh aty thua je më mirë me çatije pa çatije. Mendon se është një investim që është kryer siç duhet? Do doni që ndoshta të ishte ndërtuar një segment më mira, është shumë më mirë, me trotuar, me llamba, me ndriçime, probleme ka plot, këta bile kanë kthyer ata tëm kontraktorë që janë atë kanë kthyer përsëri, për s'dyti se kanë pas probleme. Nuk e di se si ecën ajo se vështirësi, shiko që gabimi i vogël aty te kjo këtu kjo. Po. Në kjo ndarje po kullim për na. Shiko sa afër kanë funë gjatë për 1 metër tu, po shiko sa keq kanë përse kthesë. Ka probleme. Po do jorë mund të përplaset njerëz di gjatë përplaset. Po. Ndryshim ndërkohë gjatë natës nuk kam më. Po ndryshim as ka qenë as është. Më pyetet që a ka më mirë? Si s'ka më mirë? Me trotuar, me bordura, me ndryshim. Mendon se duke parë atë. Po, aq e shikojmë ne shumë keq. Shumë keq. Ndoshta të mund të shkatërrohet brenda një kohe fare të shkurtër dhe mbetet sërish pa rrugë. Ju jeni shumë afër në Vlorë dhe për një periudhë shkurtër hajde shikoje vetë. Për një vit, jo që dilni shpesh, dilni shikoje.
Duhet të përfundoj ky investim, bëhet ndoshta në të ardhmen ndriçimi trotuarët. Pak rëndësi ka ndryshimi, fola për ndryshimi se ajo më kujtua, këtu ka probleme plot. Duhen rregulluar, ke një apel për pushtetin që t'i thuash që rregulloj. Ka probleme që bie në sy. Ju gazetarët me këtë merren duke marrur me këtë, ju i zbuloni, po kërkoni të heqni kongjit me duart tona. Përderisa ju keni marrë iniciativë, më falni një minutë. E shikoj, po ajo dihet. Këtu ka shumë probleme, siç thonë ata që janë marrë me këtë punë. Edhe i kanë kthyer firmën përsëri për të riparuar diçka, po riparimi është riparim kur mund ta fillojë shumë bukur që më para me të jep parametra. Me shihet nuk janë bërë parametrat që duhesh. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Uroj gjithë mirat, punë të mbarë. Faleminderit shumë. Rehabilitimi i segmentit rrugor, pavarësisht se është realizuar, nga ana tjetër ka dhënë shpresë për fshatin, duke patur sinjale pozitive. Siç tregojnë banorët e zonës, vitet e fundit ka emigrantë të cilët janë kthyer për të investuar në Tërbaç. Ata janë banorë të Tërbaçit të emigruar në çdo vend të botës, të cilët në këtë fshat kanë nisur të ndërtojnë shtëpi të cilat i kanë ndërtuar për prindrit në moshë pensioni, por edhe për të qëndruar vetë kur kthehen në adhe, kryesisht për gjatë beharit. Aty ku gjejnë vendlindjen të përmalluar, por gjithashtu takojnë ajrin e pastër, qetësinë edhe natyrën e mrekullueshme. Shumë vinë dhe qëndrojnë në Tërbaç dhe plazhin e bëjnë bosh apo qeparo, pasi rruga e Lumit të Vlorës ka shkurtuar ndjeshëm distancën. Banorët të rrëfejnë se jo vetëm në shtëpi, por banorët e Tërbaçit tashmë kanë investuar edhe në blegtori, në krijimin e stallave me bagti dhe mbarshtimin e deleve dhe dhive. Pikërisht nga blegtoria po fillojnë e po gjejnë madje në fshat shpresën e munguar më parë për një të ardhme më të mirë. Në këtë kohë që me rregullimin e rrugës që u bë këtu asfalti, ose u bë, si është apo s'ka rëndësi ajo, po që u bë rruga, kanë filluar e po bëhen ndërtime të reja. Po thuaj se në këtë lagjen që është këtu lart, janë bërë komplet ndërtime të reja. Po çfarë ndërtimesh? Shtëpi të reja. Ata që janë në Vlorë, kanë ardhur dhe ato ku kanë pasur qendrën e tyre, shtëpitë e tyre, i kanë rregulluar, i kanë bërë pothuajse sikur janë vetë zotër aty tani. Po pse po i bëjnë të reja? Çfarë përfitojnë nga bërja e re? Shiko, nga bërja e re një herë tani, më shumë janë ata që janë pensionistë, kuptohet. Se ai pensionisti për shembull që tani do vi të rri 5 ditë apo 10 ditë, po do rri në shtëpinë e tij, nuk ka atë, është i qetë. Qetësinë ka më shumë këtu se sa atje që në qytet, pa kam unë për shembull një prit e mi, janë në Francë. I thonë atij të dhëndërit, bëni shtëpi se kur të vijmë ne do vijmë të rrim atje. 5 ditë apo 10 ditë do rrim rahat në qendrën në Tërbaç. Tjetër tani, po ta shikosh më, janë rralluar. Pjesa më e madhe po thua se janë të tekur. Ama ata fëmijët që janë në emigrim, dërgojnë të ardhurat edhe vinë. Të ardhur, ja unë kam vetë, për shembull kam fëmijë të qupa, ti kam ajo, jo se o kërkoj, se është mëkat ti kërkosh atyre që asa i nxjerrën me policanë. Po kur vinë për të qetë, vinë këtu në shtëpi. Kthehen në shtëpinë e tyre. Kthehen në shtëpinë e tyre. Çfarë gjejnë në Tërbaç që nuk e gjejnë te adheu juaj? Jo, se në Tërbaç janë ashi për shembull, këtu ka një pallat përpara. Pallati Kulturës. Pallati Kulturës. Do ndërtohet tani. Çfarë do bëhet? Do ndërtohet. Pallati Kulturës prapë. Do bëhet, ai që je bën ashi që na tham pardje që erdhi ai kryetari i bashkisë, do bëhet çfarë? Për shembull, do bëhet një mbledhje, do bëhet një diçka. Për kryesinë e fshatit. Kryesisht për fshatin është këtu. Ja një diçka e mirë bë. Po do bëhet, po do punsohet e dy veta. Ja kjo është për shembull ata që kanë gjë, do punsohet dy veta. Po këta fëmijët tuaj që rikthehen dhe jetojnë në Tërbaç, ato pak ditë. Besoj gjejnë natyrën, gjejnë mjedisin, gjejnë fshatin. Unë kam djalin. Djali, se pam në me tu po shkatërruan gjatë dimit aty, kam bërë një me këtu lart. Ai ka gati një 200 vjet. Me ato atje, sa ka mundësi e një muaj, atje, ai nash del malit atje, merr qumshin në mëngjes na vjen barxhu, ai merr dorëzojmë qumshin këtu.
Janë një ardhur që rrith se ka 3 fëmijë janë në shkollë. Pra nuk kanë investuar vetëm në shtëpi, po edhe në për krijimin e edhe për krijimin e të staneve të ndryshme. Ja këto janë që tash mundohen që për përmirësimin e kusheve të jetesës. Shumë shpresë ke për fshatin që do ta shohësh më mirë. Në fshat se po vete 80 vjeç. Jo po vete po i kaloj 80 vjeçit. Kam qenë mësues gjithë 26 vjet, po tani shikoj këto përmirësime që po bëhen, më gëzon zemra kur ndon pavarësisht se janë larguar të bën, po vinë. Ja një nga Gjermania që ka bërë shtëpi të reja atje, i ka bërë goxha shtëpi, vjen ai pushimet 15 ditë, ikën aty vetën borsh në ato Në plazh. në plazh, kthehet në shtëpitë ti. Ja kjo është përmirësimi kushteve tash që vinë. Ti do ta shkosh më mirë fshatin në të ardhmen. E ke atë dashurinë e madhe. Unë dua që ta shikoj ashtu siç ka qenë përpara, që ishte shkolla këtu që kishin 300 veta, jo se të vinë bëhet më shkollë e gjithë, po përmirësimin e kushtet, sa më mirë që të vinë njerëz, atë edhe unë kam dëshirë që të jetoj. Do vi ajo ditë, mendon? Udhro? Do vi ajo ditë që ta shkosh plot Tërbaçin. Akoma nuk më shpresën e kam. Do me thënë, po jo shumë siguri. Dua që po duke shikuar dhe gjërat të tjera, nuk po dëshira është që të bëhet ajo e ardhmja. Tërbaçi është një fshat me natyrë të egër, i shtrirë në rrës të shpatit të malit, bukurit natyrore që ofron Tërbaçi, relievi i ndërthurur, burimet ujore, kanë bërë që ky fshat të kthehet në vëmendjen e pushuesve vendas, por edhe atyre të huaj. Kryesisht të huajt me qindra të tillë e vizitojnë fshatin sipas banorëve çdo muaj. Ata janë aq të apasionuar pas ngjitjes në mal, e ku më mirë do të gjenin se në Tërbaç. Banorët tregojnë se krahas ngjitjes në mal, turistët vinë dhe qëndrojnë disa orë edhe në fshat, aty ku pinë sigurisht ujin e freskët të burimit, konsumojnë ushqime bio e mishin e pjekur në hell. Të ardhurat që vinë nga turistët i përfitojnë banorët e Tërbaçit, të cilët thonë se ky lloj turizmi gjithvjetor ka nevojë edhe për një tjetër shtys. Paketa e maleve sipas tyre duhet të ndikojë pozitivisht në krijimin e infrastrukturës, rrugëve për të shkuar e për të ngjitur në mal, por edhe në investimin me sinjalistik për të treguar shtigjet për turistët. E nga ana tjetër, banorët tregojnë se pikërisht këto investime të parashikuara, si në paketën e maleve apo nisma të tjera ligjore, duhet të bëhen për fshatin, për banorët e Tërbaçit, e jo për ata që vinë si investitorë të ndryshëm, që të ndërtojnë në pronat e fshatit e të banorëve autokton, e të ardhurat të dalin jashtë Tërbaçit. Shoh si perspektivë e zonave turizmit malor. Pse perspektivë? Ma shpjego për ata të cilët nuk e njohin si fshat. Flasëm natyra e qetë. Mali, uj, perspektiva, mase e vërtet rinia e larguar dhe quhet se zbet kjo pjesë, po mendoj që ka fundjavë, ka zhvillim, ka bie një perspektivë. Një perspektivë, një zhvillime e cila mund vinë ndoshta edhe me paketën e maleve, e cila nxit le të themi zhvillime apo hap edhe shtigje të reja që të gjithë ata vizitorët që po këtu çalon diçka që ndoshta ne do ja drejtojmë qeverisë apo tjetër rëndësi, nuk ka rëndësi, se nuk mund t'i mendojmë gjërat ne si banor në krahasim me qeverinë. Paketa e maleve për mua do i jap një perspektivë, por në radhë parë t'u jap kryre të zonës këtu. T'u jepen lejet kryre, të ndërtoj djemtë e nënave që kanë ikur në kurbet që kanë kaq vjet dhe banojnë në këtë zonë. Ta zhvillojnë zonën ata që kanë dashuri për fshat. Ata që kanë dashuri. Jo të vi unë të zaptoj tokën tënde. Tërbaçi vitet e fundit është një fshat i cili ka marrë le të themi zhvillim. Por ka ndikuar ky zhvillim në turizëm? Ti më the malet, ka ndikuar që të sjellë turistë që të vinë? Unë me sa di unë banoj në fshatin tjetër, kupton, në Branisht, se dhatë intervistën ju, që e ndoqa unë, po që për mua edhe Tërbaçi është pjesë, mase nuk është aq shumë sa Branishti,
po janë pjesë e maleve. Vizitohen nga pushues vendas e Po, tuaj? po vinë, pothuajse shikoj shumë fukona, këta që pronontojnë, bëjnë, shëtitin maleve, hanë mishin bio, hanë djathin bio, hanë... Këtu është sekreti kësaj zone. Pra, turizmi mund të zhvillohet vetëm në këtë mënyrë? Vetëm këtë mënyrë. Që ata që e dashurojnë, le të themi, këtë ekstremitetin, çështjen e sporteve ekstreme, ngjitjen në mal apo dhe natyrën e bukur të vinë Tërbaç. Vinë Tërbaç, po. Duhet edhe ndoshta ndonjë infrastrukturë e përshtatur për malet, shtigjet, pjesa e rrugëve që t'ja u bëj më të lehtë, apo duhet që natyra të jetë e paprekur siç është? Duhet investime, po natyra duhet rrej paprekur. Duhen investime dhe natyra të rrej origjinale, siç është. Si ma përshkruan? Se origjina quhet më origjinë. Natyrën e Tërbaçit sot, si është, si e shet ti? Unë e shoh një klimë, unë punova sot në Tërbaç dhe po punoj tash në pjesën, po e shoh një natyrë shumë të bukur. Një ndërthurje e reliefit malor? Është origjina e virgjër. E virgjër. Pra gjithë ata që vinë gjejnë atë natyrën e paprekur. Paprekur. Jep kjo, le të themi, një tjetër shtys fshati që ndoshta e ardhmja mund të jetë më mirë? Po, mendoj unë. Unë sot jam në këtë moshë që e mendoj që të fëmijët e mi, që të perspektiva, mosha juaj, mendoj që të fëmijët e mi, ratë parë, që shoh fundjavë në Vranisht, apo në Tërbaç, apo kudo. Çfarë turistësh ke parë? Cilat janë ato kombësi që ti ke parë në mënyrë personale? Më shumë janë këta vendet nordike. Nordike? Po, mendoj unë. Nuk zgjedhin vetëm plazhin, po zgjedhin edhe malin, edhe natyrën. Zgjedhin natyrën dhe ata kanë më energji për në vendet më malore. Më malore. Po çfarë bëjnë? Rinë? Qëndrojnë gjatë gjithë ditës në Tërbaç apo? Jo, shëtis në malin, në relievin, në natyrën, mund të tani drek, mund pushoj një natë, në bazë të barë si ku kanë qëndrimi natyre. Këta turistë janë dhe të ardhura, se konsumi një dreke, qëndrimi një natë. Pa tjetër, po nuk mund të gjejnë të gjitha gati se mungon një farë, si të them, a i thash, i zonës, për shumë, një lokali përshtatshëm, mungojnë këto, se kanë qenë mbrapa këto, nga përbërja rrugës, nga këto, kanë qenë shumë mbrapa. Ndërsa tani besoj se ka ardhur koha që edhe ato të zhvillohen. Tashti ka ardhur momenti, mendoj unë. Kjo e turizmi po i ndihmon banorët, se sa do pak të ardhura i fitojnë, apo jo? Pa tjetër, mendoj unë që me lidhjen se dhande intervistata me Borshin, me atë, Tërbaçi dhe Vranishti, edhe Hore, Vranishti dhe këto, quhen lagje të Vlorës. Apo lagje të Imarës, ti themi. Lagje turistike dhe malore. Malore, i kanë të gjitha, kanë dhe detin dhe turizmin këtu. Edhe burimin unë e pasur... Po le ku krahasojnë ushqimet janë tradicionale të zonës. Të zonës. Bëhen këtu... Këtu më origjina. E shikon origjinën, vërtet, kur piqet mishi, kur bëhet diçka në zonë. Që mendoj që kjo duhet marrë zhvillim. Ke një mesazh për pushtetin ose ndoshta për turistët, çfarë do kërkoje? Po e nis fillimisht me pushtetin. Cila është kërkesa që mund t'i bësh të gjithë atyre të cilët mund ta ndjekin këtë emision? Të gjithë ata që të pushtetit të mendojnë çik mase u bën shumë këtu në këtë zonë. Po mendoj që duhet bërë pak gjëra për zhvillimin e këtij vendi. Kanë bërë shumë. Nuk mendoj që kanë bërë pak. Se nuk është se ishim në skëter. Pa unë vetë kam banuar dhe poshtë dhe e njoh situatën. Po ka ende nevojë për përmirësim. Ka shumë. Shumë prej familjeve që jetojnë në Tërbaç ende nuk e kanë ndjerë zhvillimin që fshati po merr fal vizitorëve të huaj apo rrugës së rehabilituar. Kjo për shkak të ekonomisë së tyre, të cilësuar nga ata vetë si për tokë. Banorët janë kryesisht pensionistë apo në prag pensioni, të cilët tregojnë se jetesën në Tërbaç e kanë të vështirë.
Pensionet e fshatit janë të pamjaftueshme sipas tyre, e përjedhoj, nuk e përballojnë dot jetesën. Ata tregojnë se detyrohen të punojnë edhe punkrau, në ndërtim për shkak të gjendjes ekonomike të vështirë. Pensionet në vlerat qesharake i detyrojnë që me gjithë fuqit, që çdo ditë po i lënë e më tepër, të punojnë edhe në punë të rënda, pasi duan të ushqehen, se ndryshe nuk ja dalin dot. Tokat që kanë në pronësi për shkak të shtrirjes gjeografike të fshatit i kanë larg e përpasoj nuk kultivojnë dot aty, duke e mos u marrë madje as me bujësi. E shpresa e vetme e tyre, mbetet puna e krahut, mbetet ndërtimi. Tërbash, si ma përshkruan? Po çfarë përshkruajmë këtu? E vështirë. Pse e vështirë? S'ka aktivitet. Ju personalisht me çfarë merreni? Po që na derë në një punë. E bëjmë. Punë krau apo ndoshta bujësi? Punë krau. Punë krau. Jeni në moshë pensioni sot? Gati për pension. Gati për pension. Dhe një janar. Po Dalim një janar. në janar, po. 65. Të dini gëzuar. Rrash. Doja të pyes diçka. Këto pensionet e fshatit shpeshherë janë të pamjaftueshme. Po patjetër më të më stushi. Sa vite punë ke? Unë kam 16 vite punë. 16 vite punë. Po kam paguar dhe 22 vite. Për të marrë Kontribut. 38 vite. Kam paguar Ke paguar. Të shkojnë 38 në total. total. Sa pension mund marrësh? Të së di. Se di. Se di. Do të mjaftoj? Pension. Do të mjaftoj? Pension për të mos marrë do t'i laqet janë të asosion pension. Të atë kooperativës vjeve. Po, kështu janë, praktiket, jo. Të detyron kjo gjë që punosh gjallë? Me shumë sfortë. Me shumë. Po së shtrëngove kratë. Ku të veç? Thuaj se 65 vjeç sot. Po. Sa e vështirë është punosh punë krau? Kush është më e leta? Je mësuar me këtë rutinë me punën? Pa ato, vetëm me këto kam jetuar deri më sot. Si do ishte jeta jote pa punën? Do të delim shto gjades, për në qatë në ajmi. E mërzishme. Ta ndesëm të nga. Po, pa tjetër. Po me bujësi, merresh do pak me blektori? Nuk japin tokat tona me bujësin. Lark i kemi, 2 orë lark. Shumë që. Do doje që të kishe një pension më të lartë, që të edhe ti të rrihet, sa vite që si ta gëzoje. Shiko, kush është ai që nuk e do të merren? Ka ndonjë që nuk e do të merren. Ke shpresë do vinë njëra ajo kohë që do jetosh me atë pension? Kismet kemi ecur. Një 65 vjet kemi ecur. Pas të dalë, edhe kur dalë një gjë. Ka dalë në një gjë? Qa ka dalë? Qa ka dalë? Gjë, edhe një pyetje të fundit. Në lidhje me pensionet, me ekonominë familjare. Shiko, tash këto kërkesa janë ato që i takojnë shtetit, duhet na realizoj shtetit. Ke shpresë? Duhet i realizoj, jo se kam shpresur. Ato që si takojnë, se do vitë mja kazme me krahët ai mua. Po dritën, energjinë elektrike, për shumë rrugët, kushtet basit, pensionet do i ngrorej se bërna e ka ai lapsin, se kam unë. Faleminderit shumë. Ai e ka lapsin, ai bën llogaritje, ato pse don ai. Faleminderit shumë. Për shkak të mungesës së vendeve të punës, por edhe shpresës se mund të krijojnë një të ardhme më të mirë në fshatin Tërbaç, banorët janë larguar. Fillimisht banorët e fshatit udhëtuan drejt vendeve fqinje, si Italia dhe Greqia, e më pas drejt vendeve më të largta, Gjermanisë, Anglisë, Francës, e me radhë kështu. Banorët thonë se më parë në Tërbaç ishin rreth 300 familje që jetonin, ndërsa tashmë kanë mbetur vetëm 50 të tilla. Shumica prej tyre janë në moshë pensioni, me 1 apo 2 antar.
Shumë prej banorëve të Tërbaçit janë larguar e për shkak të falimentimit, çdo ditë më tepër të bujqësisë e të blegtorisë, si dy sektorët kryesor që fshati ka patur për të bazuar ekonominë e tij. Sot, aty gjenden 3 apo 4 stane, nga 20, por edhe më tepër që ishin më parë, ku me 10 bagti rriteshin në to. Kjo gjë ka bërë që të humbas shpresa për më mirë tek të rinjt. Banorët e fshatit të gjejnë të ardhmen e kërkuar në emigrim. Pavarësisht se perspektiva për ndryshim ekziston, të rinjt emigrant nuk mendojnë më të kthehen, duke parë që vendet të reja të punës nuk po hapen, ka shumë pak hapësira për zhvillim, dhe ekonomia e banorëve të mbetur aty sa shkon e më keq bëhet. Ndërkohë që në Tërbaç, banori me moshën më të re, sot është 55 vjeç. Si është jetesa në Tërbaç? Pa jetesa këtu vetëm peqka ku ka më të ri. Pse s'ka rini? Po s'ka rini, rinia ka ikur. Ku kanë vajtur? Ku kanë Emigruar banorët? Pa në Greqi, në Gjermani, Itali. Kanë emigruar këto vitet e fundit apo edhe më parë? Po dhe më para, së është e thonë ajo, vitet e fundit e vitet e parë. Që në 10-ën edhe deri sot tërë, rritu e ik edhe kemi mbetur nënësh. Kush ka mbetur më i vogël, ose ai më i riu? Çfarë mos? Më i riu është 50 e ca vjeç. 50 e ca vjeç. E, Ti besoj e mban mend edhe Tërbaçin e 15 apo 20 vite më parë. po, Si ka qenë fshati? fshati ka qenë me një harmoni shumë të madhe. Ka pasur shumë banorë? Banor, ka patur banor 300 familje. 300 familje. 300 familje. Po sot sa mund të janë? Sot mund të jenë 50 familje. Pra kanë rënë drastikisht numri. Pra, si, po, është e qarta. Edhe vendi ashpër është këtu. Po çfarë mungon? Pse largohen të rinj? Pa punësia. Po të këtë punë. Një i ri për shkakun që qëndron sot, apo që do të qëndrojë, që ka dëshirë të qëndrojë në fshat. Nëse mund të merret. Jo, Tërbaçi ka qenë zonë blegtorale. Po blegtorale, dhe gjithmonë Tërbaçi ka, të thuash, ka emigruar. Ne, për shembull, Tërbaç kanë qenë 20 stane në kohën e parë, privatizmin e parë. 20 stane kanë qenë shashicë. Po sot Be. ka ndonjë stan? S'ka asnjë sot. S'ka as këtu janë 3-4 stanë dhe këtu. 3-4. Po këta të rinjt, për shembull, nëse do qëndronin në fshat, vetëm në blegtori mund të punojnë, në asnjë vend tjetër. Shiko, ka biznese se ne fusha që kemi poshtë. Fusha në kohën e monizmit, jo që mbulon dhe fshatin me bereqet, po i jipte dhe shtetit. Po sot e pam një pjesë të saj është e pa mbjell. Vate 110 e pambjell. Nuk ka rendiment. Nëse një ri qëndron në fshat, merret për shembull me bujqësia apo me blegtori, Po, ja del dot? po ja del, dhe me vështirësi të madhe. Mund ta Dhe mbajë. blegtoria është me një shpenzim shumë të madh. E unë për shembull për vete ti me blegtor kam qenë. Po, ta quaj blegtoria është me një shpenzim shumë të madh. Mund t'ja dalë të mbaj familjen nëse bën këto dy punë, nëse qëndron në Tërbaç. Po sa veta do qëndrojnë në Tërbaç me ato familje, me ato bagti. Një Sa? familje re, një i ri që do thot po e krijoj jetën në vendin tim. Po 4-5 familje do qëndrojnë me aq bagti në Tërbaç. Se është vendi i tillë këtu që nuk e mba aq shumë. Ndaj të tash, ne kemi qenë 20 stane, kur ka qenë i matë, në Shashicë. Atje kanë bërë blegtori. Po mirë, ku do shkoj kjo situatë? Se ti the që të rinj vazhdojnë për largë. As ne nuk e dim se ku do qëndrojnë. Po themi kalon 1 apo 2 dekada, 1 apo 2 10 vjeçar. Po, Çfarë do ndodh? Kush do mbeten në Tërbaç? nuk e dim. Mund të edhe shkretira, mund të dhe të popularizohet. Do t'ishit pro që të vinin të huaj? Siç për shkak ka nisur dhe Vlorë, vin? Të jo, nuk jemi që të vinë të huaj. Na jemi gjithmonë që vendi popularizohet me shqiptar, jo me të Me huaj. të rinjt e Tërbaç. Me të rinjt e Tërbaçit. Po çfarë duhet? Apo vranishi me të rinjt e Vranishit, me ato.
Po çfarë duhet bërë që kjo t'i japi mirë shtys tjetër? Shiko, sistemi e Enverit pati të mira, pati të këqija. Po ta marrësh sistemi e Enverit, aty punonin e të rinia. Punonin me bujqësi, punonin me bektori, ishte diçka organizuar. Kurse sot çdo gjë është nuk është e organizuar. Sot është më mbush mendja mua, do bëj këtë, e bëra. Dështova. Fitova. Pra, pa shpresë je. Pa shpresë, pa perspektivë. Të vjen keq që ndoshta pa shumë vite. Shumë keq. I ke fëmijë në emigrim? Në emigrimi kam. Ku i ke? Po 3 kam në Gjermani, 1 e kam këtu. 1 e ke. Kur flet me ata në Gjermani? Çfarë? Japi një përshtypje që do kthehen një ditë të bashkë. Më erdhi djali i vjet dhe më tha që unë nuk kthehem më këtu. Fëmija më shkollon në 19, nuk kthehem. Se nuk e lën dot atë jetë, nuk e krijojnë dot tu dhe po erdhin. Po ç'a do krijosh këtu? Tokën që kemi na e kemi larg. Ç'a do krijosh? Po s'pat normal për fëmijët e për nivët e vendos. Si sa normal. Unë përjetoj jashtëzakonisht shumë një gjë të tillë me fjalë që të bësh 4 fëmijë dhe mos kesh asnjë në shtëpi. Ke një apel drejtuar pushtetit, çfarë duhet ndryshojnë Tërbaq? Jo në Tërbaq, po në tërë Shqipërinë duhet organizim. Po s'pati organizim, asnjë gjë nuk bëhet. Mungesa e perspektivës për zhvillim në sektor të ndryshëm, mungesa e vendeve të punës, ekonomia e dobët familjare dhe pensionet e pamjaftueshme kanë detyruar edhe zonjat e Tërbaqit të kryejnë punë të vështira. Gratë e Tërbaqit bën bashkë e i ngjitin malet për të mbledhur aty rigon, çaj, sherebel e shumë barishte të tjera. Megjithëse në prag pensioni, mbi moshën 60 vjeç, ato ngjiten 3 deri në 4 orë në këmbë në mal, duke përshkuar distanca të larta, vetëm të mbledhin, siç i quajnë ato, lulet e majt, e t'ja dalin të ushqehen. Nisen në orën 16 pasdite e në shtëpi në mbrëmje vinë në orën 21, për të nxjerrë ato pak fitime sa të përballojnë jetesën. Përgjatë beharit punojnë çdo ditë pasi ekonomia familjare i detyron ta bëjnë këtë punë të vështirë, megjithëse fuqit po ushterojnë. Prej kësaj pune e sfilitse tregojnë se fitojnë 1500 deri në 2000 lekë të rinj çdo ditë. Sipas tyre, varet nga çmimet që do t'i shesin tek furgonët që vinë në fshat për të blerë rigonin, çajin, sherebelin, lakrat e mbledhura. Por edhe me këto të ardhura që fitojnë nga kjo punë, sërish nuk e përballojnë dot jetesën, e kjo për shkak të pensioneve minimale, çmimeve të produkteve të shportës në rritje, e mbi të gjitha, ilaçeve që blejnë me çmimet në maj. Ndaj edhe apeli tyre që i bëjnë shtetit është të kthej syt nga banorët e fshatrave, duke u rritur të paktën pensionet. Cili është problemi më i madh? Do ta nis shumë bisede me ty, që ka sot Tërbaqi, që e vuan ti personalisht, ose gjithë banorët? Janë punë të vështira në Tërbaq. Fshati i Tërbaqit ka punë të vështira për çdo lloj, sidomos dhe për gra, po dhe për burrat. Janë punë të vështira. Fshati i Tërbaqit këto gjitha gratë e Tërbaqit pothuajse as 2 vjet nuk kanë që nuk vënë, kanë vajt për lule mali. I vret rrugë malit, mali është. Isha atë majnë atje kemi vajt ne, që ushqehem me bukën e kojës. Kemi asnjë të ardhur këtu në të tjera. Po çfarë mbledhni? Mbledhëm çaj, mbledhëm rigon, mbledhëm me këto gjëra dhe i shesim. Bëheni bashkë disa gra në fshat? Po më çdo familje do të ushqesh gjithsekush për vete. Të ardhurat tjera nuk ka Tërbaqi këtu. Sa orë ecën nga këtu? 3 orë, 4 orë. Në këmbë? Në këmbë. Në shpatin e malit? Po, në këmbë dhe mi 4 orë, është larg. Është e vështirë? Po si, po rrugë malore. Rrugë që nuk ka as për kafshën, jo, dhe kafshën mund shkoj me vështirësi. Me mundim. Me mundim të madh, Tërbaqi ka vështirësira. Ke vite që bën? Kam vite. Jam 60 vjeçë avash, për 2 vjet dhe 60 vjeçë, kam 35 vjet që jam martuar këtu, pothuajse paktën 20 vjet po,
që kemi rrarë malin. Vazhdon të vesh akoma? Po në ashtu ashtu me vështirësi, me të shaluar vetën ashtu se s'ka më dhe fuqi. Ama e përballon ende i vite, po në që e përballoj nga allyre se s'ka, tarë tjera këtu në Tërbash nuk ka. Këtu s'ka si punë që mund të punësohet një grua për shumë një që të ketë një biznes, a një të vej një pastruse, a të vej një pjetalarse, a të vej një diçka, nuk ka. Asja të ardhë s'ka këtu. Ndërkohë, kur vetë aty, sa mund ndjerësh? E sa mund ndjerë, si bie 20.000 lekë nuk i bie dita, 15.000 lekë dita. Me mundim të matë që t'ikesh nga ora 4 që ikim nevi dhe të kthesh në orën 9 darkës. Si që rrugë e largë taj, do marrësh një qikoj me vetën, marrësh një qikë bukë dhe ditën do punosh. Se ajo nuk është bime që jenë vetë kështu, ajo është me të kërkuar. Ja, si punë e patatat, duke ecur. është një këtu një kthjet bina. Çdo ditë shkon? Gjatë beharit po. Gjatë beharit po. Është me vështë Sicilia ku këtu. Po them mundën tjerë është në muaj 400 apo 500.000 lekë. Çfarë mund bësh? Që do bëj me 400.000 lekë llogariteti, me drita, me të gjitha, me ilaçe që janë në shemi dy rreth ai pension do dal tani. Unë për 2 vjet dal dhe unë. Ne jemi me ilaçe. Unë jam me tension, marrim drita, ilaçe, çfarë do na mbetet në vej. Dhe nëse që të dalëm pension. Qose shteti nuk për ndër shumë se unë s'më ka zënë as pjesa e se unë s'kam shpritë ajo sistemi atëre. Edhe detyrimisht unë beta pa pension, ku punova, ne kemi punuar privatisht. Privatisht s'kam derdhur dot. Sa do dedhja unë situacione, unë s'dija do të bukën e gojës. Edhe kështu që ne beta në pension, qose për ne për shembull, ne brezit na ka zënë nuk ngrihet në një ashtu për pensione, keq e kemi, kupton, nëse do shihemi. Ku shet këto? Këto bimë që blenë? Bimet po ku shes po vinë, makina i marrën personale si janë shtetërore, ku e dini që i marrën. Kanë çmime ndryshme? Po çmime të ndryshme, jo dhe me vlerë, po dishme. Po si janë me vlerë një kilerigon 3.000 lekë. Sa do mbledhesh më ditë. Kur do të lënë fuqit, se do kaloj dhe një 10 vjeçar, po ne tash që tani jemi 60 vjeçë unë. Si do ja bësh? Me çfarë do ta përballosh jetës? Unë të them me vëzhgësi nëse nuk do ketë çik pension të rritur, nuk se fëmijët janë për vetë edhe fëmijët, unë një djalë kam ai sa do nxjerr do ushqej fëmijët e vet, ato na e dy vene. 2 çupat janë më detyrë dhe ata do ushqejnë fëmijët e vet. Ne të vështirë kemi jetën. Pra, bona ajo shpresa që mund ndryshoj. Po më mungon se çfarë do ndryshoj këtu në vendin tonë, në fshat sidomos ku jemi ne. Ke një apel? Ne të paktën na ngrihen vetëm këto të pensioneve dhe çfarë janë këto rrugë këto siç filloni bëjnë të mira janë për popullin e përgjithë, kurse për të tjerat çfarë do na bëjnë në fshatin. Ke një apel drejtor pushtetit? Çfarë do i drejtojmë pushtetit, pushteti atë na vetëm për punën e pensioneve ne që jemi pa pension, për shembull, unë që nuk kam, se s'kam as në punë nuk kam punuar, se u pris sistemi thash, dhe nuk kam derë dot. Lekë s'kam. Po të paktën në pensione pa çfarë drejtojmë shtetit unë, ai para mua nuk më mbush. Të më jap para nga vetja. Nuk bëhet ajo punë. Po të paktën të na bëj këto. Emigrimi ka bërë që rreth 20 vite më parë të mbyllet edhe shkolla 8 vjeçare e Tërbaçit, e cila mban emrin e herojit të popullit Halim Xhelo. Godina e saj është totalisht e rënuar, e nuk mendohet që kjo godinë të ketë më nxënës si dikur. Fëmijët në fshat janë me kokra, e ata kryejnë mësimin në shkollën e Vranishit apo të fshatrave aty pranë, duke bërë rrugën vajtja ardhje me furgonët e linjës së fshatrave. Ndërsa nga ana tjetër pushteti lokal ndër vite e ka haruar se në Tërbaç ekziston një godinë që më parë ka qenë e ka funksionuar si shkollë fshati, e se kjo po bën që godina gjithnjë më tepër të amortizohet, duke e përfunduar e shkatruar totalisht, pa dyer, pa dritare, me mure që po rrëzohen për tokë dhe pa funksionin më atë të arsimimit të fëmijëve. Pas shpinës time është edhe shkolla, apo më saktë ish shkolla 8 vjeçare e fshatit Tërbaç, e cila mban emrin e herojit të popullit Halim Xhelo, një bi të Tërbaçit i cili dha jetën për liri. Por ndërkohë që flasim, me ndihmën edhe të operatorit mund shohim qartë që shkolla prej më tepër se 20 vitesh vazhdon që të jetë e mbyllur, godina e amortizuar, xhama të thyer dhe dyer të hequra prej vendit, teksa gjithashtu sipas edhe banorëve të Tërbaçit, shkak për mbylljen e shkollës është pikërisht largimi i popullsisë. Tërbaçi, një fshat që më parë ka patur 300 familje, ndërsa sot në 50, ku më i vogli në fshat është i moshës
55 vjeç, pra rinia mungon, çka ka detyruar që edhe një prej institucioneve kryesore arsimore të fshatit që kanë nxjerr breza të jetë sot i mbyllur. Zonjat e mbetura në fshat, të cilat janë në moshë pensioni, tregojnë se për tërbaçin kanë një dashuri të madhe. Një dashuri të cilën e shprehin duke mbajtur hapur portat e atyre pak shtëpive të vjetra që kanë mbetur në fshat. Ato zonja të cilat janë në moshë të madhe e nuk mund t'i ngjiten më maleve, qëndrojnë në shtëpitë e tyre, duke u kujdesur kryesisht për baçet e banesave, aty ku mbjellin patate, speca, presh, limona apo portokalle, domate, por edhe një sër perimesh apo fruta të ndryshme. Tregojnë se këtë punë e bëjnë me pasion, pasi produktet e baçeve të tyre i shijojnë më tepër. Vinë dhe shpesh në Vlorë, por thonë se produktet që blejnë në treg nuk kanë të njëjtën shije. Ndaj, edhe frika nga ajo se çfarë konsumojnë i detyrojnë që produktet t'i mbjellin e prodhojnë vetë. Gjithashtu, rritja e çmimeve të produkteve të shportës bën që kjo punë dhe angazhim të jetë pak ndihmes për to. Por jo vetëm për baçen, pasi janë edhe zonja të devotshme për shtëpinë, aty ku gatuajnë me produkte bio nga më të shishmet gatime. Gatuajnë byrekun e fshatit, revanin, mishin në hell, e një sër gatimesh të ndryshme tradicionale, teksa tregojnë se pikërisht këto gatime shijojnë më shumë kur kthehen fëmijët nga emigrimi, e sofra mbushet plot me dashuri. Një fshat me histori sigurisht, por si sot? Sot është e vështirë, për ne plejt. Na ikën fëmija, punua me bë, me i rritë, me i bë. Sot jetojmë vetëm. Ja këto, kushte kemi. Se merreni ju, për shembull? Që ja rrim gjithë ditën, vështrojmë kush shkon, kush na flet. Ja folët ju dollëm këtuna. Vetëm. E të ka njeri dhe fshati. Në moshë pensioni, besoj. Me pension jemi. Në pension. Me pension jemi 2. Kështu ka mbetur thuaj se i gjithë fshati, apo jo? Po kështu janë 2 të gjithë pleq. Pleq janë. Do të pyesja, si zonjë shtëpie, tu në Tërbaç, çfarë mund të hash? Cilat janë ato gatime tradicionale të zonës? Për çfarë shuhet fshati? Na fshati i ka ushqimet bio. Të gjitha. Po. A i gjëmbi atje, zi e ham. E të gjitha janë bio këto. Për këto rrim këtu na. Preshin e bëj vetë atje, nuk i hedh asnjë gjë, bëj bio. Apo domaten, apo të gjitha perimet. Merresh me baçën dhe në këtë? Po, merrem, ja, i kam mbjell atje. Çfarë ke mbjell? Presh, domate tjetër? Po preshin mbaroj, po kam mbjell domate, speca dhe kam akoma për të bën. Vetëm për vete, ti konsumosh vetë? Vetëm për vete time. Nuk kam takat më bri. E kam lënë gjysmën e koshtit, se kam briur dot. Dhe ani i mbjell vetë se s'ke ekonomi besoj, që edhe ti blesh. Të ndihmon kjo gjë? I ham nase, marrëm këtu ato, vetë ato pirojnë në domate, ja bën fiu e ikër. Kurse ne kemi marrëm domatet bio nga ato të buta të roz, ose një domate italiane që është e vogël. Është bio. Nuk e frikë të çfarë do hash? Jo, ha ushqimin pa frikë. Kur vetë në Vlorë, se kemi shtëpi dhe në Vlorë. Kemi të fëmijës. Nuk blej dot më vjen, nuk i shijoj. Asnjë gjë. Nuk ka si shije fshati, si ato produkte. Shije fshati është. Një presh bën ti, një presh, merr një nga fshati, gatuoje, merr dhe nga qyteti, nuk e ka shije. Po Tërbaçi, për çfarë gatime është një? Çfarë bëni ju zonjat e Tërbaçit? Po bëjmë për shembull gatime, revani, fshati, jo byrek, jo panaspa, bëjmë gjërat e fshati kështu. Mishi është i pandarë besoj. Po mishin po nuk e blejmë dot se s'ka. Si e gatuani kur keni? Po e gatuajmë, na jemi pleqe, duam supë në ashti. E doni se po tradicionale fshati cila është? Mishin e hell? Mishin e hell, e pjekëm. E pjekëm. Besoj dhe këto produktet e blektorisë, ja kanë shije më vetë. Kanë shije, po i shitën s'ka shumë. Ja ku na vinë fëmija në viterineve, na blejnë ketin edhe na e pjekën. Ato traditat e fshatit si kemi harruar akoma. I pjekëm, i bëjnë. Zonë kur vinë fëmija, e shijoni atë darkë? Au gëzojëm.
Ngjallemi, jo gëzojmë. Ku i keni fëmijët? Po një e kemi në Gjermani, një e kemi në Rodos. Në Greqi? Në Greqi, Edhe çupën edhe djalin i kam Vlorë. Të merr malli pse? Merr malli, po këta piqem se vete, një herë në 2 muaj, një herë në muaj. Vemi rri. Do ta lihet Tërbaçin për në ndonjë vend tjetër? Jo. Se lë, Tërbaçin se lë. Kur vemi në Vlorë na duket kush e di se sa ka ndryshuar këtu. Se kemi shtëpi tonat na. Edhe kur vim këtu marrëm frymë edhe na duket jalla, sikur jemi jetë të bukur. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e madhe. Tërbaçi si fshat ka 2 cilësi që ndoshta e dallojnë nga fshatrat e tjerë e banorët krenohen me to. Së pari, unitetin. Tërbaçi është dalluar ndërkohëra si një fshat me shumë dashuri, mirëkuptim dhe unitet të veçantë me njëri tjetrin, qoftë para armikut, hasmit apo qeverive. E së dyti, besën. Tërbaçotët kanë bërë sakrifisë sublime, histori, për të ruajtur mikun, bujarët e besnikët e tij, trimat e lirisë.